të një ministri, u shpërfaq këtë herë jo fal një prokurori dhe një gjykatësit vetëm, por fal 2 shoqatash të gjyqtarëve të Shqipërisë, një tjetër brutalitet alla shqiptarçe me hapjen e një gjyqi nga gjykatësit për të rritur pagët e tyre. Po, e dëgjuat mirë, gjykatësit duan të rrisin vetë pagat e tyre. Jo për herë të parë fatkeqësisht, po për herë të dytë. Ata duan të marrin përsëri kompetencat e qeverisë dhe të parlamentit, duke u treguar jo thjesht të zgjedhurve, po vetë zgjedhësve, se mbi vullnetin e tyre dhe përtej kufive kushtetues mes pushteteve qëndrojnë ata, tokat e zeza të Shqipërisë, me pushtetin suprem të çekiçit të drejtësisë së pavarësuar nga politika tani më. Dhe atë çekiç që Republika u ka besuar për interesin e saj të lartë të drejtësisë barabartë për gjithë, ata mund ta përdorkan kur të duan për të hapur me dhunë edhe arkën e buxhetit shtetit dhe për t'i arritur rrogat vetes, dhe sa? Përkatësisht 1.600 euro plus në muaj për gjykata dhe prokuroritë e zakonshme dhe 3.100 euro plus në muaj për gjykatën speciale dhe spaku. Një shprehje e urtë italiane thot due indizi non fanno una prova, 2 indicie nuk përbën një provë. Çka sot në fakt po të shohësh se si fajsot njeriu me xhelisin ton politike mediatik përbëjnë jo një provë, po 2 dënime. Por unë nuk do të ndjek kursesi logjikën e mbrapsht të dënimit me indicie as në të rast, po të mbetem tek bindja se këto 2 indicie të shqetësuese nuk provojnë se protagonistët e pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u shëmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si